Faleminderit zoti Danieli. Tani e ftojmë për fjalën e tij profesor doktor Sali Berishën, kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Mirëdita dhe një përshëndetje të përzemërt të gjithëve ju këtu, qytetarë dhe qytetarë të qytetit dhe rrethit të Krujës, të gjithë banorëve, të gjithë kryetanëve, kudo që ndodhen sot, por dhe një mirënjohje të pakufishme ndaj jush për mbështetjen tejet të çmuar që i dhatë në kushtet më të vështira Partisë Demokratike, aleancës opozitare, kandidatëve të saj. Të nderuar deputet, drejtues politik i qarkut Byllykbashi, zoti Strazemiri, zoti Cara, zoti Piroli, zoti Xhelal Mziu, zonja Luku, Andja Udhiri, të gjithë ju miq të pranishëm në këtë takim. Duhet të falenderoj shumë Aulon Kalan me shumë mirënjohje për organizimin e këtij takimi në nderim të figurës më të ndritur të gjithë historisë tonë kombëtare, të figurës më të jashtëzakonshme, jo vetëm në historinë e kombit shqiptar, por absolutisht dhe në historinë e njerëzimit, të një gjeniu, të papërsëritshëm në politikë, në ushtri, diplomaci, të burrit që ushtrua me veprën e tij në shtyllë thelbësore të identitetit kombëtar të shqiptarëve, të qenjes së çdo shqiptari, Skënderbeu. Me Skënderbeu lindi liria e shqiptarëve. Me Skënderbeu lindi lavdia e shqiptarëve. Me Skënderbeu 200 vite para Vesvalis lindi shteti i shqiptarëve me prisin e vet, legjendar, me flamurën e vet, në më të bukurit në botë, me kushtetutën e vet, me territorin që zguxonte kushtja prek. Miq, janë shkruar mira vepra, por figura e Skënderbeut meriton mira të tjera, meriton çdo nderim, meriton çdo vepër. Ndaj dhe për ne, sot këtu kremtojmë pavdekësinë e tij. Skënderbeu për 25 vite zhvilloi 25 beteja. Si askush tjetër i fitoi ato. Betejat e tij janë një kryevepër e artit ushtarak që dhe sot studiohen në akademitë ushtarake më serioze të botës. Skënderbeu ishte habia dhe është habia e shekujve.
se si një njeri me pak njerëz, pa mbështetje, i qëndroi prendorisë më të madhe të kohrave, i qëndroi dhe e mundi atë në 25 beteja. Skënderbeu është legjendar në mbrojtjen që i bëri Europës. Burra të shquar e ka njohur atë kontributin e tij si të jashtëzakonshëm në mbrojtjen e Europës nga prendoria osmane. E vërteta është se pa luftat e tij, osmanët do kishin hyrë me kohë në zemër të Europës. Ndaj dhe e kanë quajtur atleti i Krishtit, Papa e ka quajtur, shpata e Krishtrimit, mbrojtësi kryesori i qytetërimit perëndimor dhe Krishtrimit. Miq, ne nderojmë sot këtë figurë të papërsëritshme të historisë tonë kombëtare, në një moment kur vendi është në një udhkryq të rrezikshëm. Pas largimit të Skënderbeut nga froni i tij në këtë kështjell dhe shuarjes së qendresës së Krujës, Shkodrës, të shqiptarëve, mira, 10.000 shqiptar emigruan në Itali dhe në vende tjera për të mbetur përjetësisht shqiptar. Pra, një pushtim i egër i detyroi ata të largohen. Por miqtë e mi, një pushtim tjetër, ndër më të egrit që ka njohur historia, detyroi si kur ndonjëherë më parë 47% shqiptarëve të largohen në 10 vite nga Shqipëria. Dhe ky nuk është një sultan Osman. Jo. Ky është një argat i Beogradit. Për shqiptarët, më i zi shumë herë se Gjorgjeviçi, më i zi se Vučići, më i zi se Čubrilovići. Sepse me qëndrimet e tij ndaj shqiptarëve, ky ka të i kaluar Vučići. Ky bëri gjithçka të bëjë të zezën Kosovës. Vetëm që ta coptoj atë. Imagjinoni ju sot një kryeministër shqiptar që i vën sanksione qeverisë Kosovës, shtetit të Kosovës, të ngritur mbi gjakun e 10.000 shqiptarëve për liri dhe dinjitet frymëzuar nga Skënderbeu. Imagjinoni ju një shqiptar, pa gjak shqiptari, që hedh në gjyq kryeministrin e Kosovës. Imagjinoni ju një shqiptar, argati Vučićit, që veriu i Kosovës thotë është tokë e askujt. Imagjinoni ju një shqiptar pa gjak shqiptari,
që shuan Kosovën e ngritur mbi gjakun e 10 mijëra shqiptarëve nga harta dhe vend përpara me padronin e tij Vučić, një hartë ku Kosova dele bashkuar me Serbinë. Imagjinoni ju një shqiptar i cili krijon pasi është shpërbër me gjak dhe përpjekje të mëdha për liri. Ish Jugoslavia sklavruese. Krijon në Novi Sad Jugosllavinë e re. Serbi, Shqipëri, Maqedoni. Imagjinoni ju një shqiptar që dhe në ditët më të vështira të Aleksandar Vučićit, kur del si përfaqësues i Serbi i Rusisë së vogël, kur e shtron Serbin në një prapavi të agresionit rus ndaj Ukrainës, kalon nga samitin samit, duke kërkuar të mos i kërkohet zbatoj Vučići sankcionet e Europës ndaj Rusisë. Çfarë gjaku ka ky? A nuk është ky një gjak më i keq se çdo svalliu që ka sulmuar këtë tokë? Një Hamza. Çfarë mund t'i thuhet këtij? Ndaj dhe ndërimi i Skënderbeut për çdo shqiptar të vërtet është detyrim. Ka dhe detyrim edhe përgjegjësi. Miq, po ta përmbledhim me 2 fjalë amanetin e prisit ton të pavdekshëm, ai është ky për shqiptarin: kur mos u dorëzo. Ky është frymëzimi i përjetshëm për të gjithë ata që i thonë vetes shqiptar. Ndaj dhe të vazhdojmë në këtë betejë kundër këtij pushtuesi tegër që ka shtruar, ka vendosur mbi shqiptarët një sistem të shfrytëzimi kolonial, duke vjedhur pasuritë e tyre, duke vjedhur fondet e tyre, duke poshtruar gjysmën e kombit. T'i japin përgjigjen që meriton. Çfarë ishte Skënderbeu? Mbrojtësi i qytetërimit perëndimor. Po të lexoni raportin e dieshëm në Parlamentin Evropian. Po ta lexoni atë raport. Ballabani duket lule krahasim me Edi Ramën, me ato që i ka bërë Shqipërinë, me largimin që i bën nga Bashkimi Evropian. Dhe gjitha kjo për vjedhjet që ka bërë. Ato që keni dëgjuar për Lubin, ato janë të gjitha të titrat parë. Ndaj dhe të frymëzuar nga prisi ynë i përjetshëm, të vazhdojmë këtë betejë, gjerë në çlirimin e plot, gjerë në shpëtimin e plot të Shqipërisë, gjerë sa të bëjmë qytetarë shqiptarë të lirë, ashtu si princi i këtyre i përjetshëm Skënderbeu. Lavdi Skënderbeu, veprës pavdekshme të tij, lavdi krutaneve dhe krutanëve që shkruan faqet më të ndritura të historisë kombëtare në udhëheqjen e tij dhe që vazhdojnë të qëndrojnë në krye të përpjekjeve të opozicës për liri, për dinjitet, për votë e lirë, për të ardhmen e shqiptarëve në Europë. Faleminderit.
Faleminderit doktor Berisha, të nderuar. Në ndërim të figurës më të lartë në historinë e Shqipërisë, ju ftoj të ndjekim me homazhe vendosjen e kurorëve pranë busit të heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ftoj të ndjekim në vendosjen e kurorës profesor Dr. Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, dhe zotin Aulon Kalaja, kryetari i Partisë Demokratike të rrethit Dega Krui. Faleminderit. Zone Andja Ulliri, ish deputete PD-s Fushkruj, dhe zotin Herion Zogu, ish kryetari i Partisë Demokratike Fushkruj. Faleminderit. Ftoj të ndjekim në vendosjen e kurorës zonën Ermira Balla, antare e Këshillit Bashkiak PD Krui, dhe zotin Agron Loka, ish kryetari i Partisë Demokratike Fushkruj. Faleminderit. Ylli Lama. Ka ardhur më duket Ylli. Ftoj të ndjekim në vendosjen e kurorës zotin Ylli Lama, ish deputet i Partisë Demokratike Krui, dhe zotin Arben Leshi, kryetar grup seksioni i Partisë Demokratike BUPS. Ktoj, ke këta?